Hoq, me që jemi në Prag, realisht, Bajrami vishbon nesër, mas nesër. Qka do të thot prejre e Kurban Bajramit? Se nuk është qaj që ashtu me prej. E ka një mesazh atë. Festa e Kurban Bajramit e ka kuptimin, e ka anën shpirtënore se është festa e flijimit që e quajmë ne. Festa e sakrificës dhe festa e unitetit dhe afrimit shpirtave njerëzve mund këtë ditë. Prandaj e kam edhe shtinë e vetë se besimtarët të bohen dhe besimtarët festojnë dhe besimtarët festojnë bashkë të një tjetri, janë dyrë të hapura dhe i hapin, i shpalosin zemrat e tyre dhe të gjithë janë ka një tjetër me fytyrë nga një tjetri, ashtu që e don edhe Zoti, e don edhe populli. Pra e ka për qëllim pak a shumë edhe afrimin në afrimin e njerëzve, pushimin e shpirtënor të njerëzve se e lanë punën, e lanë tregtinë, i lanë bizneset, i lanë hallet e dertët, edhe janë në sofrën e përbashkët, në sofrën e Bajramit, në sofrën e afrimit, në sofrën e vllaznisë dhe në sofrën e të mirëve. Edhe e ka këtë simbolik. Pastaj çështja e Kurbanit vetë që tregon anën shpirtënore që është festë e flijimit, festë e sakrificës shpirtënore që profeti Ibrahim ka dashur në emër të Zotit me fliju djalin e vet. Kur e ka pa i madhe Zot që ka qëndrueshmërinë dhe ka vullnetin e madh dhe ka vendosur për hir të krijuesit, i madhe Zot ja çon nëpërmes melekut thotë, jo mos e dëmto djalin, çojini kafshë pjake edhe është zavendsu. Pse bashdelja ka me të hoq? Pse e ka marrë delen, e ka marrë, thotë, është marrë prej xhenetit se deli është e bekume, e ka urësinë e vet, edhe simbolika e tina është urësia e delit që. Bravo. Po me që i kem ma herët tek nuset edhe tek dorsmat i përmenën, e kem po shpesh herë edhe Basamarke shpikon në për do intervista, thot, kërë në taku Krushqit me Zveti, jem vro. Pse ka ndunë kjo një me? Unë kam pyetur shumë profesor që janë marrë me arkiva tonat edhe këtë fenomen, kjo është ma tepër është gojidhon. Nuk ka të arkivume, nuk ka dëshmume, nuk ka që ka ndodhë, bëves që në mytë me do bërdolin. Janë legjenda. Nuk ka varreza. Nuk ka varreza, që me thonë, s'kem dokumentume, s'kemi rasti që me thonë, që dihet fakte historike. Dhe me thonë, janë ma shumë legjenda, sikur që janë ato legjendat që kanë drangajt, kulshedrat, ka legjenda, thuhet, shumë burime i kanë mbyll me lesh delës, se kanë dashur me marr ta njerëz, zakonisht kanë ku rreth burime, por janë legjenda, janë fjalë dhe kjo nuk e kemi has, domethënë i kompit profesor që janë marrë me arkeologjinë, janë marrë me këto sene, por nuk kanë mujt me zbuluar ka pas ky fshat me atë fshat i kanë bën luftë edhe një myt, nuset janë morros vetëm bashkë janë Krushqit këtu, kuat këtu, sesonet këtu kanë kjo është legjendë. Domethënë nuk ka argument, nuk ka dëshmi dhe kështu dime si që është edhe pak a shumë në Stradinja. Si ku në Stradini. Basaraqi, edhe ti ki do thonë një interesante me i thonë dhe ma herët të më përqy shumë. Mu lidh me 2-3 fjalë këta që tha Efendia. Kjo legjend e ka pas për qëllim me ba një rregull kombëtar. Se një me mos me pa ba një fa rregull dhe kur janë tesh 2 par Krushqi ka pas probleme se ka një rrugë, një kashe, edhe ngusht, o dash me ba një rregull për qysh mu e kalua aton, edhe njës të meqim këto e kanë pa regullua. Bajraktar i cili o kanë maj rept, e ka gjirë po qetin e duhonit e ja ka qua ati tjetit, aj që e ka marë po qetin e duhonit e ka pas detyrë me elqua rrugën këty në Krushqive. Edhe kjo po të kalzon që o kanë e në kombë tonë një regull. Këtu kur në pleshtë në pytje, shumë po vesëm a janë pleshtë në faja që janë pleshtë. Une po i thome edhe këtina, 2 herë veti, duhet me mësua 2 fjalë. Në kofshin vetën një me një në folsh, mire ki. Në kofshin më shumë mire kini, riperoni. Se të ka kalua koha. Kjo, në Stradini më bazë tona fjalëve është një legjend, por Turkia e konsideron që është ka egzistua dhe në Izmir e ka vorën e vetë. Je kondit e vorën në Stradinit? Jo më konë. Edhe është shumë interesant, e ka qatrën do në cirme, 3 janë qelune, këtu në dere ka një qilës, 20 kila i ka, dhe tjetë e dy,
edhe kush do afrohet aty së mundet për më shku avaja. Po du me thonë diçka qka pelrua kombin tonë. Pse kombi shqiptar e ka një thonje që është kombi mëj meqimi në botë. Se ka jetua pa shkolla e me tradit shumë të madhe edhe me një sukses shumë të madhe. I shko njës në Sardini më shkuan në Shkodër, edhe në hymi e Shkodrës e tesh një qoban. Shqiptar që boni? Shqiptar, qoban, atje s'ka pas malësor. Tha, apo të kullosën biro, tha po, diku po halë, diku me një dhëmë, diku me dy dhëmë. Eju. Tha, mundi me dvete dhe diçka, tha po. Tha, përsa kohë mundi me mbrinë Shkodër, tha, boni do hapa me pa qysh po e që shetë kalzoj. Tha, eju. Tha, bon edhe një pytje, tha, po sa duhet ndisha unë e tepi përgjigje. Tha, kur të hi unë në Shkodër, tha, qka mundi me ble mungi edhe ata që kam të pronë me shit, për qatë pare që e kom... E kom ble. Tha, po, unë të kalzoj, tha, shkote në kasapone, merre plancin, ble plancin plot, ata që kanë plancë përdore për he, tha, laja atë plancë 2 herë, mo shtrajnë të shitish plam. Në Stradinit thot që aty, 3 okë men janë shqiptar, 1 okën kejtë botë. Bravo, bravo. Lola, të përgjej që kjome në Stradinin e jo? Po, në Stradinin që kjome plancë. Po shumë edhe pse është pak imaginat, po me gjithë atë ka gjarat bukre kasë. Në Stradini ke shypë mrafsh në gomarë. Tha, edhe hecke gomari kjo më rapa të këqyrë, tha, në Stradin këtheu marë, shka jetë të këqyrë për masë. Tha, në me qëtemi jam të këqyrë. Tha, për para, tha, gomari shedhe ata. Bravo. Lallë, kështu prej jetës gjithë të vite me arte, dhe më thonë me kulturë, qësh këshe mi avnu emrin jetës? Qësh e këshe përkufizu, qëka ke mësu prej jetës? Po, jeta, normalisht që është vetë përvoja jetësore, atë që e kalën, që e shë, që e shkel, a është artë? Që e përjetën, dhe jetë është artë. Këtë normalisht fundë kryje është artë. Dhe për ata arti e ka vlerën e veçantë edhe mrena një kombi, mrena një shteti, mrena një populli, sepse parë s'mund me egzistuën. Dhe më është një lloj frymarrje e njerëzve në përmjet artit. Kur flasim arti nuk ka arti, vetëm arti muzikorës, arti teatralës, apo në arti çdo gjë, për çka thot kulturë, çdo gjë që prodhohet është kulturë. Dhe ne për ata i thot edhe kulturë, kësaj që e prodhojmë që pregadisim, për shkak një publik po e marrëm që tu. Vjen me pa një shfaqje temën. Edhe kur hinë më rolin, hinë më nervoz, nuk ka ndonjë